Okej, profesoresh Dasho, ju vetë, si universitet, keni menduar programe bursash gjithmonë për studentët e këtyre tre programeve? Është një pikë shumë e rëndësishme, ku shumica e gjimnazistëve e prekin. Absolutisht, Universiteti Luar Rasi ka pasur dhe për programet e tjera dhe do të vazhdojë të ketë një program shumë gjerë bursash, përkundrejt të qenurit ekselent si gjimnazist, përkundrejt atyre gjimnazistëve që janë në nevojë dhe përkundrejt atyre që janë talente në fushat të tjera. Ndërsa përsa i përket të gjitha të studentëve brillant që vinë pikërisht për të aplikuar për 3 programet e LSE-s, ne jemi duke bashkëpunuar me sistemin bankar, jemi duke bashkëpunuar me kompanit mobile në vend, me qëllim që jo vetëm të sigurohet një bursë ku normalisht lehtësohet aplikimi i gjimnazistit për në këto programe, por ajo që ne na intereson më shumë është që ta punësojmë ato student. Pra bursa të cilët i siguron një punësim të sigurt në tregun e punës, jo vetëm në Shqipëri, por dhe më gjerë. Pra i keni parashikuar lidhje drejt për drejta me tregun e punës? Në finalizim të pikërisht tyre diskutimeve dhe në momentin e parë që ne do dalim live pikërisht për sistemin e bursave, do t'i certifikojmë dhe do t'ja bëjmë dije të gjithë gjimnazistëve për të aplikuar pikërisht dhe për të përfituar këto bursa. Okej, për të përfunduar këtu pjesën teknike, pra atë të shpjegimit për të qenë sa më të dobishëm për gjithë studentët, sepse kjo është më e rëndësishme e nxënësit që do të bëhen student. Pyetja fundi që kam është ju folit për marketing të kësaj gjëje, pra që ta bëni sa më të njohur. Cila është strategjia që do të keni? Pra si do të shkoni tek gjimnazistët që t'i ndihmoni ata të keni informacionin dhe aksesin e duhur në informacion për të bërë këtë zgjedhje të rëndësishme? Strategjia e marketingut faktikisht është përgatitur pothuajse për 3-4 muajsh. Kemi diskutuar gjatë gjithë kohës me James dhe me ekspertët e tjerë të marketingut të London School of Economics, dhe janë disa element që ne do t'i përdorim, duke filluar nga java tjetër, për të qenë sa më pranë gjimnazistëve, duke shfrytzuar dhe studentët tanë ekselent, të cilët do të ndihmojnë procesin dhe do t'jenë sa më pranë jo vetëm gjimnazistëve, zyrave të karrierës të gjimnazeve, drejtorëve të gjimnazeve kryesore të Tiranës dhe më gjerë, por ne jemi të hapur për të thithur dhe student të arshëm dhe nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Pra, do të kalojmë dhe më gjerë. Pra, nuk jemi vetëm në Tiranë, nuk jemi vetëm në Shqipëri, por do të jemi dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse aplikimi është i hapur për gjithë ata të cilët anglishtën e kanë perfekte, mesataren e kanë përkundrejt atij kufizimi i cili është standard për London School of Economics dhe për University of London dhe për Universitetin Luar Rasi. Kjo strategji do të shpallet javës që vjen, dhe më mirë po ja lëm... Okej, sigurisht, patjetër nuk do t'i themi të gjitha sot, sepse kemi ju dhe evente tjera. Në fund fare, çfarë do thot për ju kjo arritje? Jam unë e gëzuar që mendoj, vajzat e mia janë shumë të vogla, po mendoj që ka një mundësi që ato të mos ikin. Me thënë të drejtën... Unë e shikoj nga perspektiva e prindit edhe më duke fantastike. Kur Fabiola Sembelliu e ngriti këtë dëshirë, ka qenë 7 vjet përpara, unë isha e sapo ardhur në Universitetin Luar Rasi, dhe kur ja arritëm, unë i them një faleminderit shumë të madh guximit, përkushtimit të saj, sepse pa atë lloj përkushtimi dhe pa atë lloj angazhimi, nuk do t'ja kishim dalur deri këtu ku jemi. Patjetër, një pikë e rëndësishme ka qenë dhe rektori i Universitetit Luar Rasi, i cili nga pikpamja politike dhe globalisht ka ndikuar jashtëmase që ne t'ja arrinim kësaj gjëje. Është një gjë e mrekullueshme për çdo gjimnazist, për çdo prind i cili do ta bjerë fëmin të studiojë pikërisht në një shkollë të madhe, e cila është numri 2 në botë dhe numri 1 në Londër. Pra të studiosh në London School of Economics, dhe unë po t'isha, do kisha dëshirë të aplikojë dhe të ndiqja. Të ishim dhe njerë 18 vjeç. Të paktën data science, por angazhimi im është për te i çdo lloj mundësie për të ndjekur një program të tillë. Edhe juve, asa mirë, jemi të gjithë një mendje për këtë. Okej, cila është përshtypja që ju keni nga bashkëpunimi me stafin e Luar Rasit? Pra, ju do t'ikni nesër, mos gaboj pas nesër, pas mësimit hapur që do të keni, me nxënësit, me gjimnazistët shqiptar, cila është përshtypja që do të merrni me vete nga Shqipëria, nga bashkëpunimi me stafin e Luar Rasit dhe gjithçka?
Well, Rob and I have been very appreciative of the warm hospitality of the Rasi, and it's been Ne jemi të impresionuar nga mikpritja e shqiptarëve. Ne kemi kaluar një workshop të dedikuar sot me stafin dhe do të vazhdojmë workshopin nesër. For the first inaugural cohort of the Your Wealth programs at the Rasi. Ku do të prezantojmë 3 programet të ofruar nga London School of Economics. Over many years to get to this stage, and we are so excited to see the launch of. Kemi pasur një bashkëpunim me Luarasin disa vite për të arritur në këtë pikë. It was great to see. Ishte shumë e mirë për të parë që kishte shumë pjesëmarrës në eventin e lançimit ditën e djeshme. Është e qartë që ka një suport jashtëzakonshëm dhe një dëshirë shumë të madhe për ta bërë këtë bashkëpunim të suksesshëm. Ne mezi po presim studentët e parë në tetor dhe ju urojmë më të mirat në studimet e tyre. Është hera ime e parë në Tiranë dhe kisha dëgjuar për njerëzit në Tiranë dhe ka qenë mirë që i eksperimentova vetë dhe i njoha vetë. Kemi një eksperiencë shumë të suksesshme me Luarasin, pas një rrugë shumë të gjatë që kemi zhvilluar, jemi shumë të kënaqur dhe të gëzuar për lançimin e programeve në tetor. Okej, punë të mbarë dhe sigurisht ne ju mirëpresim çdo herë, suksese në punën tuaj. Faleminderit që ishit me mua sonte, faleminderit profesoresh. Ne në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për politikën, për listat e kandidatëve, po ky ishte sigurisht një event për të cilin e vlente që të ndalonim. Shihemi pas pak, publicitet.